Mjekët me urdhër të prerë. Nëse flini në krah të majtë, dëgjoheni urgjent. Për ju që flini në barkë, në shtëpinë ose në krah të djathtë, kemi një lajm të keq për ju. Ju po dëmtoni shëndetin tuaj në 10 mënyra. Për këtë arsye, duhet të ndryshoni pozitën e gjumit, sepse keni më shumë përfitime. Sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga ndryshimi i pozicionit aktual që keni në pozicionin në krahun e majt. Duke fitur në krahun e majt, sipas Healthside, ju do të reduktoni një sër problemesh, siç mund të jenë për shembull edhe gërritjet. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Jeni lodhur duke dëgjuar partnerin që të ankohet se po gërisni shumë gjatë natës. Tani kemi një zgjidhje për ju. Flini në anën tuaj të majt. Kjo ndodh sepse gjuha, goja ose nofulla në anën e majt janë krejtësisht të relaksuara dhe kështu do të lehtësoni edhe gërritjet në këtë pozicion. Nëse jeni një person që gërrisni shumë gjatë natës, përpiquni të flini në krahun e majt. Pozicioni në krahun e majt ju ndihmon të lehtësoni gjithashtu edhe probleme siç është edhe refluksi. Nëse hani shumë përpara gjumit, kjo mund të shkaktojë refluks gjatë gjithë natës. Nuk është rastësi përse ndodh kjo. Ekspertët thonë se duhet të flini në anën tuaj të majt dhe të ndihmoni veten tuaj të ulni ndjenjën e refluksit, të ndihmoni të keni një gjumë më të mirë gjatë natës dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tilla. Prandaj, nëse jeni një person që konsumoni shpesh ushqime të rënda në mbrëmje përpara gjumit, përpiquni të ndryshoni pozitën e gjumit dhe të flini në krahun tuaj të majt. Është një nga mënyrat më të mira për të parandaluar problemet e refluksit, citon Healthline. Gjithashtu, gjumi në anën tuaj të majt do ju ndihmojë edhe me shëndetin tuaj të zemrës. Ju mund të ndihmoni punën e zemrës suaj nëse flini në anën e majt. Duket se ky pozicion është një zgjidhje shumë e mirë për këtë çështje. Duhet patjetër ky pozicion sepse zemra në këtë pozitë e ka më të lehtë të qarkullojë gjakun në trup dhe të lehtësojë gjithashtu edhe rrahjet gjatë natës. Gratë shtatzana gjithashtu mund të përfitojnë shumë nga ky pozicion. Gratë të cilat janë shtatzana shpesh këshillohet të flenë në anën e tyre të majt. Nëse flini në anën tuaj të djathtë, ju mund të keni gjithashtu edhe më shumë komplikacione pasi mund të shtypni më shumë drejt mëlçisë. Kjo gjë mund t'ju bëjë që të zgjoheni më shpesh gjatë natës dhe të krijojë gjithashtu situata të pafavorshme edhe për shtatzaninën tuaj. Gjumi në pozicionin tuaj të majt mund të ndihmojë edhe nyjet tuaja limfatike. Edhe nyjet tuaja limfatike përfitojnë në pozitën tuaj të majt. Kjo ndihmon trupin tuaj të filtrojë lëngjet më shpejt. Nëse flini në anën tuaj të djathtë, nyjet limfatike do të pengojnë dhe nuk do të punojnë si duhet. Ato do të ulin punën e tyre dhe gjithashtu mund të ndikojnë në çështjet tuaja shëndetësore. Shpretka është organi më i madh i sistemit limfatik që ndodhet në anën e majt të trupit tuaj. Kur flini në anën tuaj të majt, shpretka punon në mënyrë më efikase. Arsyeja kryesore për këtë është graviteti i cili inkurajon rrjedhjen e gjakut në shpretkë, kështu që e lejon të filtrojë më shpejt papastërtitë dhe t'i nxjerrë ato më shpejt dhe më lehtë jashtë nga organizmi. Sistemi limfatik është gjithashtu përgjegjës për transportin e yndyrnave, proteinave dhe substancave të tjera të rëndësishme për trupin tonë, dhe shtrirja në anën e majt të trupit lejon që këto lëndë ushqyese të arrijnë nëpër qelizat në mënyrë më të shpejtë. Inkurajon eliminimin e duhur të toksinave. Lidhja midis zorrës së vogël dhe të madhe është në anën e majtë të trupit, kështu që, ashtu si shpretka, graviteti ndihmon atë të punojë më mirë dhe më shpejt. Kështu gjumi në anën e majtë të trupit lehtëson transportin e mbetjeve nga zorra e hollë në zorrën e trashë. Dhe gjithashtu në këtë mënyrë gjithçka që duhet të largohet nga trupi përmes zorrës së trashë do të dalë në mënyrë më të shpejtë. Mund të lehtësojë intensitetin e urthit sidomos gjatë pjesës së natës. Nëse keni probleme me urthin e shpeshtë, atëherë do të ishte më mirë që të adoptonit zakonet e gjumit në anën tuaj të majt. Në këtë pozicion,
Stomaku juaj do të vendoset në lakun e lëkurës, një unazë muskulore që ndodhet midis ezofagut dhe stomakut, dhe detyra e të cilit është të ndalojë përmbajtjen e stomakut të rrjedhë përsëri në ezofag. Ndihmon mëlçinë që të mos mbingarkohet. Duke qenë se mëlçia ndodhet në anën e djathtë të trupit, kur shtriheni në anën e djathtë, mund të krijohet presioni në këtë organ. Prandaj nëse flini në anën tuaj të majtë, mëlçia nuk do të mbingarkohet dhe do të ketë gjithashtu punën e saj më të mirë. Pozita në anën tuaj të majtë i bën shumë mirë shëndetit tuaj të zemrës. Ana e majtë e zemrës merr gjak nga mushkëritë dhe pompon atë më tej në trup. Kjo është pikërisht arsyeja pse gjumi në anën e majtë mund të ndihmojë zemrën të bëjë punën e saj më të lehtë dhe më efikase. Kur flini në anën e majtë, graviteti e bën më të lehtë gjithashtu edhe punën e sistemit të qarkullimit të gjakut, veçanërisht të aortës dhe venës së madhe që ndodhet në anën e djathtë të shtyllës kurrizore. Por pse është e rëndësishme të flini në anën e majtë? Pozicioni në të cilin flem mund të duket si i parëndësishëm, por ndikon në shëndetin tonë, thonë specialistët. Kush fle me shpinë ose në krah të djathtë mund të ketë probleme. Siç raporton Daily Record, fjetja në krahun e majtë është pozicioni më pak i dëmshëm në shëndetin tuaj, gjithashtu edhe në pjesën e shpinës suaj, pasi nuk do të ndikojë shumë në këto procese negative të shëndetit tuaj. Nëse shtriheni me shpinë, atëherë ky pozicion mund të jetë më i miri për të evituar edhe ndikimet e forta të saj. Nëse preferoni të flini në bark, kjo mund të çojë në dhimbje të forta të qafës në pjesën e poshtme të shpinës. Nëse flini në krah të majtë, është zgjedhja më e mirë pasi trupi është në gjendje të largojë edhe ndrydhjet ose shtypjet nga zemra, ose trupi mund të jetë në gjendje të lehtësojë edhe gjendjen e tij të vazhdueshme. Sipas Daily Record, kjo është një nga pozitat më të mira që mund të ndikojë pozitivisht, sidomos në situatat tuaja. Sigurohuni të përgjithni pozicionin më të mirë të gjumit, vetëm kështu do ta keni më të lehtë të keni një gjumë më të mirë të natës dhe gjithashtu edhe të keni një shëndet më të mirë ditën. Pasi fiken dritat, është koha që të mbyllni sytë dhe të bëni një gjumë të shëndetshëm në pozitën e duhur gjatë natës. Ju mund të gjeni veten të shtrirë në shpinë, në stomak, në anën e djathtë ose në anën e majtë. Pyetja që shpesh njerëzit bëjnë është nëse ka rëndësi pozita e gjumit gjatë natës, dhe përgjigjja është po, se ka një rëndësi tepër të madhe kjo pozitë edhe në aktivitetet tuaja. Qëllimi është të jeni rehat për një gjumë të qetë edhe në pozitën e duhur, thonë ekspertët. Por duhet të dini se nevoja për të fjetur në një pozicion të caktuar mund të ndryshojë edhe me moshën, shqetësime të ndryshme shëndetësore, gjithashtu edhe me shtatzanin, sidomos tek femrat në këtë periudhë. Sipas Brightside, do ju sjellim një këndvështrim rreth avantazheve dhe të metave të mundshme të pozicioneve të fjetjes, kryesisht gjatë natës. Gjumi me shpinë. Gjumi me shpinë është më i miri për shtyllën kurrizore dhe për kyçet. Ekspertët e konsiderojnë në këtë pozicion si më të mirin, sidomos nëse bëhet fjala për dhimbjet e shpinës. Zgjedhja për të fjetur në shpinë ju ndihmon gjithashtu për të shmangur edhe rrullat, të cilat krijohen vazhdimisht nga kontakti me jastëkun, kryesisht në pjesën e mbrëmjes. Është e rëndësishme që nëse doni të mos vuani nga këto shqetësime siç janë rrullat, të ndryshoni pozitën tuaj të gjumit. Gjumi në anë. Për njerëzit që priren të gërrasin ose ato që kanë apne të gjumit, gjumi në anë është alternativa më e mirë që mund të ndërmerrni, kryesisht edhe në situatat tuaja. Për të njëjtën arsye, fjetura në anë është pozicioni ideal gjatë shtatzanisë dhe ndihmon gjithashtu të relaksoheni edhe të lehtësoni krijimin e rrullave ose komplikacioneve të ndryshme të lëkurës suaj. Gjumi në stomak është kryesisht i dëmshëm pasi mund të shkaktojë jo vetëm rrulla, por edhe probleme të mbivendosjes dhe rëndimit në pjesët e organeve. Prandaj, sipas pozitës suaj, bëni edhe zgjedhjen e duhur dhe konsultohuni me ekspertin për të gjetur pozitën që ju përshtatet më shumë, sidomos me rastin që mund të keni. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.